Të nderuar shikues, asalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mi së takohemi edhe sonte në emisionin e rregullt javor, çdo të martën nga ora 21, pra ta njohim të vërtetën me profesor doktor Shevçet Krasniqin. Siç e dini tashmë, ky emision pra është i drejt për drejt në RTI, në televizionin ton, po ashtu edhe përmes rrjeteve sociale në Facebook doktor Shevçet Krasniqi. Për pyetjet e juaja të cilat dëshironi të i bëni në këtë emision, tashmë e keni numrin në ekran në 0462200022. Po, selamu alaikum i sere. Aleikum selam wa rahmatullahi wa barakatuh. Atëherë, po vazhdojmë me pyetjen e parë nëse më lejoni. Thotë selamu alaikum për ju dhe për hoxhën e nderuar. Pyetja ime është, desha të pyetje rreth çështjes së sigurimeve në punë. Nëse firma na i largon të gjitha shpenzimet, a na lejohet me përdor pasi dhe nuk na obligon asgjë me pagu? Kjo është vetëm nëse dëshirojna, mund me përdor ato dhe t'i largon të gjitha shpenzimet. Për shembull, gruaja ime ku punon, nëse dëshiron me lind në spital privat, mundet edhe firma ja hek të gjitha shpenzimet në bazë të sigurimeve dhe kësaj asgjë nuk heqet nga parat që pra nuk i merr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahun e madhruar falenderojmë, salavat dhe selam pejgamberit të bekuar sallallahu alaihi wasallam, i dërgojmë familjes së tij, shokëve të tij dhe të gjithë atyre burrave dhe grave të cilët rrugën e tij e kanë ndjekur dhe kanë trasuar derisa tek kësaj dite, dhe ata të cilët vinë pas nesh deri në kiamet. Pastaj sigurimet se sigurime janë haram. Madje prej haramave të mëdha. Sepse në to ka kamat. I jep ta zon 100 euro në vit, ose 5 euro në muaj, për 12 muaj 60 euro, ose 120 euro, 40 euro. E pastaj, nëse ndodh diçka, se sigurimin shëndet fjala vije, atëherë e merr një pjesë të mjekimit gratis, apo e bart kompania, e merr përsi për shpenzimet, ndoshta edhe krejt. E që i bie, hipotetikisht, të themi i jep 1.000 euro, i merr 5.000 euro. Dhe kjo ndodh rrallë, për zakonisht është e kundërta, ti i jep 10 vjet, 5 vjet, ka atë sa jep mrena vitit, themi jep 5.000 euro mrena 10 viteve, a i shfryzon nuk i shfryzon në dhjetën e sigurimit. Me e qarta është në automjete, sigurimi automjeteve, ku të gjithë një detyrimisht paguajmë për sigurime të automjeteve, por asnjë prej neve nuk i shfryzon ato. Ama asnjë hiç. Edhe nëse shfryzon, ta zomi 10 vite të pagun ka 300-200 euro se sa është në sigurim, në vit e që i bie, sa i bie tash, 2-3-4-5.000 euro, sa i bie në varet për sigurimit për 10 vite, ty të ndodh në aksident diku, dhe të ndoshta i merr 200-300 euro, 300-400 euro, 500 euro. Ku shkon 5.000 euro? Ku janë edhe 4.500 euro për 5.000 euro që mi morë mu kompania. Dhe këto ja merr prapa ti shtesë të jep ty, nuk jep të sigurimit tënë. Pra, të sprejken apet. A shë çfarë krime bojnë këta? Sigurimet janë krim, vjedhje parë me letra. Sigurimet janë vjedhje e parë në mënyrë detyrimore për shtetarëve. Këtu fazla që kallëzojnë këta janë dhe e këndej. Me mashtru miletin. Ta dhe me banka që mashtru miletin. Por në fakt, u apin gjakun me pamuk. Në fakt, isklavërojnë shtresat e mesme. Se për tulltat mos flasim. Përqituar shtresat e larta. Aristokratët. Por aq bukur të heshojnë, atë shumë për të bojnë marketing, atë shumë i zbukurojnë ku diun. Po, sa që ty të ndërmenjen, e thua çfarë të keqe pas këtu. Se punë kredive.
Atë shumë bojnë reklam për kredi dhe i tërgojnë vetëm aspektet pozitive të kredisë. Bën e shpinë mirë, ble banesën midis qytetit, jetoje jetën, bën e këtë, njëri gjëna, lakmus është insani. Lakman insani. Po nuk ja kujton pasoja që i ka. Nuk ja kujton. Dhe çka ndodh pastaj? I nxihet jeta ati. I nxihet jeta, morë çat pe shtëpisa i krejt pastaj. Andaj sigurimet në parim janë marrje parave me mashtrim. Me marrë parë me mashtrim, ma haram e halal. Haram, me mashtrim me dollavere. Me ran. Në ndë. Në të ka kamat. Në tre. Në të ka bigjaz. Bigjaz është. Kamata dhe bigjozi janë të përmendur në të njëjtin ajet, janë për mëkate më të mëdha. Po hiç me vogël nuk është rana dhe mashtrimi. Kështu që sigurimet janë pe i belave. Pe i belave që kanë goditur njerëzit anë kënd botës. Mund të thot dikush, e të qysh me në reqkerën, një me që të kalëzëve në ty, pra, do me tapi atë gjevapë në herë tapi. Të nëse je burri mirë, të se kompani, je burri mirë dhe ma do të mirë mu si shtetar, ti ani mërën pare për sigurim, por nëse onë më rana vitet nuk bëj asnjë dëm, 2 vite, 3 vite, 5 vite, kush kun parat e mia? S'pe mi këthen, nali për shpenzime, 500, 10%, 15% për shpenzime tua atë punëtorëve të administratës e nali, dhe mi jep të 10% këthemi. Po jo pra, apa do të mirën mu, tamam, në po të paguj. Në po të paguj, dhe më së mep ma shumë se sa parët e mija, kur bëhet dami. Ja më së mep ma shumë, jes të zdu. Ta në dalim të kjetë që nuk bërë me marë ma shumë. Ja e nuk du. Bënë men që i këmë rujtë parët në një bank dikon, në një institucion dikon, i këmë rujtë parët, për ndeshë runa zët, nëse më do diçka, i marë që atë, e bëja shkrimit e ti, mi qëtë muaj me transferën parët e mija, i thuj ki kaqë. I ke pas 5.000 euro, te kemi nalë 10% për shërbime, edhe kanë met 4.500 euro të zë për shambë. Qëtu i ki 4.500 euro, ma shumë nuk e. Por, mërpej bu 5 vite së një merë, për shambë. Që të kushte, a mu parët mës mi ha. Së njërë se jam ja, për balë qkafit më hanë parën ti mu, për balë qkafit, për balë rranve tua, për balë mashtërimit tënë, do këmë bështet ligjin, shta ka mundësu ty më mrajt mu, e më mashtru. Veç. Kështë që ti e da shakeqesh, të nuk ja do të mirën popullit. Dhe ti ki haram atë pare, dhe ditën ta nëski me pa. Për ata është haram, edhe me punun sigurime. Sepse për punën në institucion që i mashtron miletin, i mashtron njerëzit. E mashtrimi është vepër e randë penale, fetare, nga ana fetare. Vepër e randë. është barazi me hidhur zotin dhe e robe që i mashtron njerëzit, bre. Qysh i mashtron robi njerëzit? Atë ka pru zotit ty këtu mi mashtru njerëzit. Ja hungër parat njerëzve. Si këta fajde gjitë. Vetëm kanga ndryshe, në valla ndryshe, apo kanga ndryshe shme thonë. Po valla tjetër, asë po ti shme thonë. Po pra, tani, bëhe ma konkret. Pra, sigurimit janë haram, dhe mos dësha dhe në kiamet këtë punë. Dhe këterin, dhe në shpirti mos dësha. Te dhe ta që në ndëgjojnë, asë kërka mëse vetë, asë kine ujë me vetë. Se qështo është ke punë. Se lunë topi Allamanët, theshë këtë në herë. Sigurimet janë haram, por që ka ndodhë? Sigurimet të obligon shteti, në disa fusha. Nëse të obligon shteti, sigurimet, shteti në pashë në qafë. Po s'ki që e bënë, do të një për paqare, si puna në avtomjeteve, të së ndel komunikacion pa siguru kjerën. Jesë më ndel, se sa në partë të lipë sigurimin.
Sa në parë të lypë sigurimin ai. Ai pa leje të falë, pas e këtë nuk të falë. Pra nësë është obligativ, kalojmë të fazë tjetër. Detyrimor, e bën, por o zot falë në arabe gjenat në qaftyne. Tash, qoftë kompani, për punë atje, qoftë në automjet ku ta dione, qa kam drejta shone me marë? Qoftë e mjekimet e nëse kompania detyrimisht të bën sigurimin, për shembull disa kompani të shtetit, azami nuk e di të ne kompani të shtetit ai bojnë as e bojnë, më duket që bojnë sigurimin kompani të shtetit, edhe disa private, edhe ty ajo është pa ka. Pjesë e kontratës për punë është edhe kompani edhe sigurimi. Edhe tash, çaj sigurim? Që më ka shtime bo mu, nuk ta bën e pa pare, që tha në shtim pagu kur gjë. Nuk ka pa pagu kur gjë. Nuk e besoj. Ta nol për pagës tane. Sa i ka thonë atë, nuk pagujnë në kur gjë. Që nëse nuk pagun ti kur gjë, kjo është e lehtë, sepse ato, emri nuk e interesenive, ka sigurima pësi e ka. Ato janë fond, ato janë pjesë e fondit që është nda për shëndetin e punëtorëve. Tamam, është nda një fond për shëndetin e punëtorëve, në emën të sigurimit shëndetit tyne. Në këtë rast, kjo nuk më dhonë në kur gjë. Kjo është ndihme tyne, veçuaj në emën të sigurimit. Unë e kam halal. Unë e kam halal. Por, nëse e minol për rrugë qoftë e 5 euro, për balë, që ati sy që asoj libreze, që me për sigurimit, atë në me shkuën në këtë spitale, 30%, 70%, 50%, jënë varet disa që kanë kontrata kompani të barën e mjekimit, apo të korimit, të ilaqeve të tjerë, në kësa raste, nëse të ka obligu dhe të ka marrë për teje, të kjetë drejt me shfridzu vetëm sa ke dhanë. Pra nëse unë kam pagu 5 vjetë sigurim, herë ka 100 euro në vetë, bëjmë 500 euro. Edhe tash unë kam të drejt një marrë 500 euro, që ase kompanisë tem pas kam drejt 600. Po nëse e mi qëtë mu në konto, të thë të kom qitë 1000 euro, se ke shpenzu 1000 ti, të një me ke shpenzu 1000, të pi kalëzën. Dhe që të 500 tjerë nuk e drejt marrë për veti. Se para në haram nuk e drejt marrë për veti. Identik si kurse nëse qëtë banka pare, në komat, pa lejen tane. Qëtë ajo. Ndëse bankat qesin. Ose se ke diti, ose s'ka tërgu heq. Dhe kërsh kështë ashtë në fund vita, po kërë të nëzërsh atë farë gjendjen, thët dhe i kije, ka që para i kishtes që janë interes. Që thënë ata, po, ka matë interes. Ti thu, unë se kështë i parët me interes, s'po do unë i musliman. Thojnë, pa marë se kësajna, na vetë i kemi dhanë. Ti nuk e bëtë madhe, se së debaton me ta. Dhe veç që në zjerë që parët. Tak, edhe nuk kemë për vetë se ki haram, as familjes tane, jep dikuj tjetër. Se dhja Sharova. Po shkojmë me telefonatën e parë. Selamu alaikum. Apo dëgjojmë telefonata? Selamu alaikum, përshëndetje, apo nuk po dëgjohet se duket ka ikur. Shkojmë me pyetjen tjetër, thotë, a lejohet shfrytëzimi i atymetit të punës për qëllime private? Nuk lejohet, asese për pas nëse ta ka leju të i bosi, drejtori, pronari. Për ndryshe është mashtrim, është keq përdorimi i detyrës. Është keq përdorimi i detyrës. Dhe është shkelje e manetit. Emanet. E Allahu në sa ajete ka urdhëruar që qënë emanetet vend, runë emanetet. Ai pronari ta ka besu tyje me ta dhonë makinën tanë me shku deri në shtëpi, edhe më këthi. E që i bime të hek udhtimin, i bime të hek udhtimin, automjetin edhe benzinën në naftën, apo udhtimin të ka hek, e që është ndihme madhe. Ta i të nxerra, ta i nuk ka dëshim, anë do është interes për tine edhe për teje, interes. Por nuk ta ka dhonë ty ata, me bë qefe ti, e mi realizu dëshirat, me plësë dëshirat tua. Pyetën telefon. Jo, Allah s'me pyetje, Allah më se dhe s'kerën, pra. Ja, nuk ban. Ja, nuk ban. Nuk ban. Sepse ke i bije, se kërësone se lanë në malë të ti.
emanet. Me marrujt, 3 dit, 5 dit, 7 dit, si aty, për tu ta me lanë makinën dikon, apo me lanë bërtan. E lanë emanet. Ata me lanë me rujt, e kur të vjen me marrë se ma kthy, apo me bëjt qefe ti. Jo, valla, jo, nuk e të drejt. Unë nuk pëtë shë, nësë jam në Kosovë heq, apo nësë jam poshtë të Zoti, të bareke o ta'ala. Nuk bën, asese nuk bën. Andaj, le të mirët kjo se si këshile, se apela që do shthuj, për vllaznin të cilëve u abeson pronari, drejtori, u abeson makinën, apo më shfryzu diçka, mos e keq përdorni. Lete a bëri mirë, a bëri keqaj, lete ka halal haram, lete atë kuj qënë pare të kuj qënë ty së interesana, nuk të ngarkan Zoti tyje, nuk të ngarkan Zoti tyje me marrë llogari ato, e më janë zirë të jetë jatë zirë në ti, nëse pa ka hajoj, nuk të ngarkan Zoti ashtu. Muslimon nuk ja qelë vete atë derë. Nuk ja qelë vete atë derë. Sa ta që ja qelë vete që atë derë, me ja kesh përdor pasurin e kompanive, ja qelë veti, po i njëjti derë me kesh përdor kompaninë e shtetit, pasurin e kompanive të shtetit. Qysh janë të kesh përdor? Që po vujna ne pe korrupsion, që pe quajmë diçka që po quhet rishvet e korrupsione. Pse quhet kjo? Ka dëpërton çështo, sepse nuk e ruan pasurinë e shtetit. E që ka emanet me rujtaj, zotnia. E kesh përdor. Kjo e kesh përdor pasurinë private, kjo shoqërore. Kjo është mashtrues, kjo është mashtrues. Kjo burri keq, kjo burri keq. Emanet është emanet. Emanet është emanet. Vazhdojmë tutje, kemi telefonat, inkuadrojmë, selamu alaikum. Aleykum selam. Por nani? Dhe shta me pyetje për hoxhën e rëmë, për rrët kurbane, fëmiu, vazha ka po do me po vjetën me primi kurban. Po na edhe pjesa tjetër e familjes po dojmë unë me papën tem, edhe me bashkëshortën shtojmë dëshim me prej bashkë një kurban. A bën më bashkëndit edhe pjesa tjetër e familjes, me dhënë ata kapakore, apo me prej ata se cilë me rrët vjetën. Në mira lejet me dhënë porët për bashkë apo një kurban. Tamam, në rregull, çfarë është pyetja nëse s'ke pyetje tjetër? Allah e rrit. Amen, gjithëve, selamu alaikum. Po thotë, pra vajza do me prej kurban me parë të veta. Vajza? Po, qika, tash edhe... Eftina. Po, Eftina. Tash edhe këtu me prej, a ban me bë parët këtë bashkë, apo mund se cilën me prej kurban, domethënë me parë të veta? Apo ban me bë djali, qika, nusja, gruaja, kemi bë bashkë parët? Këtë pak, po bën, kush se edhe më mirë këtë. këtë. Se cilën vetë Po vetë. jo more bën bashk, po more bën bashk, taj dikush jep më shumë se tonë se në rrugë japin hakin hisën sa kanë, shambull ka sa dojnë për qita zamë e përpjestojnë. Kurban kanë të drejt me hiderin 7 veta. Kurban kanë të drejt me hiderin 7 veta. Dhe tash nëse hin të zami reja është një për 7-ve, dhe pënon reja, qika është në me hin një për 7-ve, pënon dhe qika, tash qika një pagun një 7-ën, tjetër një 7-ën e pagun edhe reja, o bonën 2 7-at, e kështë më ratë tani të tjetëra në paguim, ose dikush jap ma shumë, dikush jap ma pak, nuk prish punë se pajtojnë, pa më sëllat që t'ni ka pak pare, që ato ju që keni që ato se keni ka pak pare, tjera t'jepjoni ma shumë, edhe blem një 7 të madhe, të trash, edhe prejna për 7 vetë. Po, s'ka problem. Kalojmë tek telefonata tjetër, selamu alaikum. Aleikum selam. Por nani? Deshta me bën një pyetje lidhje me gjyshen. Po, Ashtë goxha në mosh, kështu, po falet 5 kohë namazë dhe namazën nafile rregullisht. Tani ka pas një problem me sulmin tru, nuk është që e ka të folunën bashkë qartë që e kena në tjerë. Kur po merë një tha surët, po i thët, në njënën po i thët shumë shpejt, në njënën po i thët me pak fjalë nuk po i kryn komplet surën. Po me mendjen e saj po i do këtë që e ka kry. Kur po i kryn namazin tani po mendon, po bëhet ves në atë pjesën a e kam namazin e plot, a nuk e kam. Edhe tek pjesa e farzit, 2 rekatet të tjera që janë më knu veqe elhami, ajo najher po e thot edhe naj sure tjetër. E qtash po e ka
shumë merak këtë pjesë apo e kryen namazin tamam, ajo. Do thotë ky problem është pas që ka pas sulm. E më falë? Do të thonë ky problem, kjo harresë është pasi që ka pas sulm apo? Ka pas sulem që 20 vjetë të folun e nuk e ka të qartë edhe kur bën bisedat thjeshta kështu me familjar. Do të thonë nuk është shumë e kthjellë në tru. Po, përdoren edhe hapa që janë për truj. Në rregull. Ju përshëndesim, selam aleikum. Aleikum selam. Allahu nuk ngarkon për te mundësisë që e ka robi. La yukellifu Allahu nafsan illa wus'aha. S'ngarkon Allahu më shumë se sa që mund ta bartë robi. Elhamdulillah që namazin nuk e ka lanë dhe Allah e ka mundësu me falë, qashtu qysh e falë. Tash kjo është pa qef, edhe nga ana shëndetësore, edhe nga ana psiqike, mundoni me nejtë gjyshes afer, nëse ka mundësi me i përmirësu diqka, elhamdulillah. Po që se nuk ka mundësi nga se nuk e kap, nuk e rok mon, nuk e pranën truni saj, me ndryshu dishkave që rëndohet, lene qashtu. Lene. Sepse e rëndësishme është me i ra Zotit në seqtë. E rëndësishme është me i tregu Allahut se unë qëtë formë, në qëtë gjendje që jam, me qëtë mundësi që i kam, po të përkushtohem ty, po të përulem ty, po të bije në seqtë ty, Zoti jam. Kjo është kryesorja. Kryesorja. Do ta kuptoj robi se e ka për detyr obligim me jo në nështruar të madhët Allah me namaz për pas tjerave dhe para të tjerave me jo në nështruar ma dje edhe mos e dit as një ajet dhe as një sure me ju në nështru Allahut në qatë formë, në qatë njërë që din, e me mësu ka pak dikush me thanë subhanallah, 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 7 herë, të 7 ajete ka Fatiha. Për ata ulemat kër kanë folur për personin i cili nuk di të falet, apo i cili është shurdh me mes edhe nuk ka kush e mëson si ja kap, apo e ka kapluar nga pak harresa ka pas në një sulm dhe i ka harru suret, apo ka qenë analfabet dhe o plak tashmë si ja kap truni me mësu, apo nuk ka qenë musliman fare derisa o plak, kur e bo musliman ka bë 70 vjet ku me mësu mo, përmensh, ku me mësu doft kërë. Ku me mësu doft është diqka, a namazin me falë diçka tjetër. Andaj me momentin që bëhet musliman, i obligohet të namazi në qatë formë që din më falë. Detyra e parë që ka i obligohet të robit, pasi ta thot shahadetën është namazi. Pa nuk ka mundësi me mësu surët me njëherë, ka më falë. Kështu që gjyshja elhamdulillah për Zotit, që namazin nuk e len, ka pak e ka bëndo një herat të këtu, ka pak, por elhamdulillah. Allah ju rujt. Po. Vazhdojmë tutje, kemi telefonatën në radhës, salamu alaikum. Apo dëgjojmë telefonata? Salamu alaikum. Ata nëse nuk po dëgjohet, shkojmë një pyetje. Selam aleikum. Aleikum selam. Po? Apo në dëgjon? Selam aleikum. Aleikum selam wa rahmatullah. A ban më krysh në mesan? Po në emisionin e drejt për drejt urdhënoni. Po? Selam aleikum. Aleikum selam. Alo. A ban më krysh në mesan? Po në emision jeni vetëm vazhdoni me pyetjen.
Aleikum selam. Ban me vetë hoxhën për kam dëshirë me shku numra në haqë tash më rrjet parë për shkoj nuk po di. Edhe kam i marrë do pare, po tutna që po më s'ka kamatën to. Se nuk e kam marrë pensionin e Pleqnis që 10 vjetë, e tash mu kanë të buba, edhe s'kom pas drejt, se kom djallin e vrab, edhe që dy e 5 vjetë nuk po kom drejt. Tash këm marrë vesh që duhet me marrë të dyat, e kom pa ditën në gjithë, tash mu ka lejue. E desha me vetë hoxhën, une një, djallin peqaj për babën, djallin peqaj për nonën, edhe një për kusha kësmet, edhe për mu kohë kësmet isha edhe për tjef, me shku, du me qu për mizin. Ma ka lonë shpinë, më ka lonën gjallë, më ka lonë hila, edhe me vetë hoxhën, më s'ka të ka marrë tash, nuk e dhja sa pare ka me marrë, kur dhe veç më ka lejmë nuk për gjyqit avokatit që më ka leju, edhe më se kom me ta gjëna ma të pare me shku harama që po di une. Aleikum selam, shumë faleminderit. Faleminderit se i përshëndesim Luke, nonë e dashur. Selam aleikum. Allah trujt të dashtë. Inshallah Allah ha djallë ta kam shiru, në gjenet ta ka qu, e me ta të bashkani madhe, Allah të knash në heret me ta, dhe me tanat atë tjerë që kanë shku para teje, dhe që vinë pas teje. Allahu të ngrit për sabër e për durim. Sa i përket parëve që i mërkja si penzione në vetat edhe për djallë që kanë vëra. Atë ku kanë i shumë i mirë, elhamdulillah. Pa thëtë më s'ka kamatën, dy mesele më rëndësi, të kamatat të që i përmeni për haqë. Më s'ka kamatë. Në që të pare, që nuk ja kanë dhënë deri me tani, po ka kamat. Me momentin që gjyqi, ligje që është, momentin që gjyqi e obligon një institucion, privat apo shtetëror, për me ta kompenzu qatë dëm që qatë njërës tane, qatë dëmë, qatë pagesë që të kanalë, që s'ta kanë dhanë, qatë drejt tanën, automatikisht është pjesë i ligjit me pas edhe për që një kamat dykon 200 ose diçka. Tamam për shamë për 10 vjetë s'ke marë, tash në 10 vjetë e përpjestojnë qatë kamat. Por, ajo shumë e vogël është, e para. E dyta, shumë është më rësi ke pyti ke lukja, e dyta, avokati e din sakt sa jenë kamat. Kështu që ti loke, ose ka një kitë e shpija të, kur të thojnë ata të qesën parët, apo të knatë qitë parët, të njerë më së gutë, kur gjë më së gutë, po ndërko pas kur të qesën parët, apo kur dojmë të qitë të gachme ki parët, ana librezen, kartelen, këta dion, i vetë, thu të regam sa i jenë kamatës, ose të regojnë vetë ata. Edhe thëjnë të azami ki 20.000 euro. Të kemi qitë, kamatës janë 500 euro. Ke bëjnë 20.500, ose 20.000 penzion, 2.000 të kamatës bëjnë 22. Të thu faleminderit. Tash, e kuptove që 2.000 të kamatës, e morëve që 2.000 të kamatës, po, që ato 2.000 nëzjerë. I nëzjerë që ato 2.000 dhe jep dikujna fukarave. Se vapën të nuk i, po për vetë nuk bën me shërëtëzu. Asë nëmër, asë me hongër, asë me pija, asë kur gjo. Por jep dikujna. E nevojtarë, nevojli dikujnë jepja. Jepja studentave, jepja fukarave, jepja vetimave, jepja shtën dikun gjami, shtën dikun në i farrugët të ndërtu dikun, jepja njerësve. Ama se vapës kërka, por me hjek. Tamam? Kje para. E dyta,
e përmeni, du me qërim për nanë, djallin për atë, për... Qëta që i përmeni kja, e kanë bo haqin për vete aja, sepse nuk bën me i qu bedel për dikend, pa bo haqin për vete. Pra, nuk mujtë që i ty bedel në haqë për në ta fërm tem, pa bo të haqin për vete. Do të bojnë herë për vete, tani me që bedel. Kështu që këtë pitë me pas parasysh. Allahu i rujtë ja Rabbi. Po. Atëherë bëjmë një pauzë të shkurtër dhe pastaj kthehemi në studio për të vazhduar tutje me emisionin dhe pjesën e dytë të këtij emisioni. Përse të kërkoni kur mund ta gjeni, ju presin mbi 300 makina të reja dhe okazion prej markave më të njohura. Albini Auto në Rrym Lang, Zyri, është partneri juaj i parë për makinën që ju dëshironi. Na vizitoni dhe befasoni me ofertat tona ose vizitoni webpaqen ton autovizalbini.ch. Albini Auto, ne e kemi qelsin e makinës së ëndrave tuaja. Vazhdojmë me tutjet të ndëruar me pjesën e dytë të emisionit Ta njohim të vërtetën dhe kemi telefonatën e radhës, ju ngadrojmë. Selam aleikum. O, mirë mbroma, selam aleikum, respekt për juve, hoq ty, stafin. Por në ne. Një mërgjimtar nga Mërgata, desha vetëm një pyetje hoxhës t'ja baj. Por në ne. Hoq, selam aleikum edhe herë, hoxha, si qytetar, si popull që jemi na Kosovar, që kemi vujtur shumë në luft, jemi përdjekur, jemi shkatrosur nga armiku sërb. Hoxha, sa e përket që ka ndodhë që tash me politikën tonë të kuvendit Kosovës e kanë lyp hoxha me shku në zgjedhje prapë. Ama mirë, hoxha që të pare, që i dhona në për zgjedhje, në fushata, paguar në restorantat, hotelat, ato qka jenë për mu mledhë zinja, hoxha, ma mirë shkon që të pare, për me maru diçka në spital, me hujdizi shka bile ishtë dok që kishën bo diçka. Se tha ato pare, me dhonë hoq, edhe ku gjë, apet me shku në zgjedhje, mos me mujt më bo diçka mirë si për kuvend, për qytetarin, për Kosovën, për të gjithë neve. E dyta hoxha, që të vrase që po ndodhin hoq, ka jem të shku si shqiptar, si qytetar, ka jem të shku hoxha, pse po ndodhin këto raste. Këto më duket që në dëgjova për lajme, për fadje, për që kanë shit droge, që apo diju ne, sa mujta me kuptu për i lajmeve, vesh thashe do t'i pyetje hoq, trujt zote, selam aleikum. Aleikum selam. Atën e mirë, faleminderit. Tonë neve. Se përket të parës, ne kemi dhe deklarat para 2 dite, kemi folur qëto, për këta politikanë tonë, të cilët nuk e kanë dertën e vatanit. Për pas atyne që kam shëru zote që jenë shumë pak. Gjithmonë ka preashtime, nuk diskutohet. Gjithmonë ka preashtime. Andaj nuk e përgjithësojmë, por flasim së shumicë. A e futi gjithë. Edhe kësaj radhe, edhe ma heret, edhe ma vonë, pa që mymer, kam me vërtetu se interesi partijak, interesi personal, klanor, nga një ranë, ana tjetër, inati i madh, ndaj njëri tjetrit, o rrejtja madhe ndaj njëri tjetrit, është kryesorja. I shtyn këta që edhe nëse shkon të poshtë vatani, nuk ka dert, dhe çkan. Ka pa thonë Boris Jelcini, e një Boris Jelcinin, kryetari i Rusisë, po. Boris Jelcin, apo që kam pas emrin, nështë të përgabëj në Rusisë, po, ka pa thonaj, kër vdeson, dhe të kallët Rusia.
Plaka i dalë, në fjallorin tonë. Që me dhati? Që është e këta tu? Pra, unë me deka, le të shkatërot shteti krejt. Tash ma kujtojnë të aton të mu, deri diko, atë që ka pa thane, ka pa shprej, nashta ka një pitë kërë ka thonë, se 24 orë i pitë e kanë, e ka pa të eru një herë aeroplanin në Pariz, edhe pret presidentin në aeroport ataj nuk dul, që i pitë, si dul shpia, nuk i dul dhe aeroplanin ngrit, nalë të këthia për të Moskë. Se i pitë e kanë, idejon, ta në kohën, u kanë i njoftën, si ka pjevot ka të rosit shumaj. Pra, edhe këta tonë, deri diko, ta kujtojnë që atë. Unë më rapi për shtetit, letë kallet krejt. Letë bjen to Kosova, fundi saj letë bjen zero. Qep me kuptu, që të që thash pak meret. Interesi personal, partijak, klanor, nalt. Interesi Kosovës është në për fëshata. Interesi Kosovës është fëshatë, që jo fjallë goje. Për ndryshe, me pas njerëz dërt le. Na mujnë me kanë shumë kundërshtar me zvetë. Shamull nësi ka gjëllar të azami, se basi islame. Por më hullë 4 sy, me thonë që unë e di që të së më dënë, edhe ti e din që unë nuk du. Dhe s'tam shqive që s'du. Amo ti e një mëm, unë jam një mëm. Tamam? Ti ki ma zveti njerëz, unë ka ma zveti njerëz. Na mujna kur mës me najtë bashk, mës me u vizitu njëri të tjetëri, mës me shkuna për drejka dorë ka bashk, a mujna. Amo, që është interes i basis islame, e i muslimanëve, e i Kosovës, dohet me bashk me qenë qëtë. Dhe të me dhonë për parësi. Për njëshet je munafik. Je munafik. Në islam je munafik tani. Kështë që se shqiptarë neve Allah në drejtoft, e në dhëzoft, se punë të mirë nuk i kemë. Këta prapë kanë me zgjedhë për shkojnë, po prapë se prapë nuk kanë ma rritë me zgjedhë këtë që të që pësënojnë, pali shupe. Nuk shkojnë punë për para pali shupe. Nuk shkojnë proceser, por nuk shtyhen. Nuk shtyhen. Do të me lëshu për, këtë botë të lëshojnë për. Këtë qeverit e dënjas të lëshojnë për. Këtë partit e dënjas që e dëmë vatanëll të lëshojnë për. Atje partit për shamull në Izrael, kërsh bëhen me zveti. A më kërsh bëhen. Por prapë se prapë, kër interesi e vatanit ata, bëhen vash, që është i kitë servis. Apo? Është i kitë servis. Allahu na udhëzoft, të na falë, të na drejtoft. Qa me thonë? Ishtem për vrasjen, në fakt mbron ka ndonjë vrasje në Gjakov, është vrarë një person i moshës 32 vjeçare. Dhe besoj që ka vrasje për këtë fundit. Vrasjet në Kosovë janë shtuar dhe ja kanë kalu numrin e vrasjeve nga armiku. Apo të afër diko. E që kjo është të merë. Shtojnë plesht është mizëri. Të merë kjo punë. Të regon për vetë dijen e ullët, ende, të një pjese jo të vogët të qytetarëve. Kjo të regon për një pakujdesi të gjitha institucioneve karshi rinis tonë, sepse këto rinie e bëjnë shumicën në rasteve. Pakujdesia ndaj tyne. Mos edukimi i duhur i rinis. Të nëse nuk e bindë njeriun për shëjtërinë e gjakut të tjetërit, për shëjtërinë e pasërisë të tjetërit, për shëjtërinë e vatanit, tokës që ke lindur, të sens ke ba. Të ja ke mësu ati dhe detyra 2 herë, 3 herë, 5 herë, 7, 10 për 4 plus 2, ja ke mësu.
Te ja kam mësu do formula atje të kimisë, ja kam mësu do ku dy programet kompjuterit, ja kam mësu do virsha, do poezi, do proza, ja kam mësu. Po të në fakt sen si kam mësu. Të në fakt sen si kam mësu gjërat më kërësor ati si ja kam mësu. Kupton? Gjërat më kërësore të nxënësit tanë, studentit tanë, kadrit të ardhshëm që në dorë tyre mbetet Kosova nesër pas nesër të s'ja ke mësu. Andaj ai rritet, nuk di qa vatani. Nuk din që ndjenë për vatan. Ai rritet më pas nesër, ai nuk di qa më respektu prindin. Ai rritet nesër, shkollohet, nështë edhe jashtë dhe studion, më pas, po ai për të njerëzit, ishe veç parë, veç interes. Qaj nuk i bahajrë Kosovës. Qa si nësët ka të vinë në pështet. E në për vend të kyqe. Që si është kanë zjerë arsimi jonë si njerës. Andaj, që është ja shumë alarmante. Për mendimin tim, dhe vetë faktet që këto vrasje, këto punë, dukuri negative, të përditshme të regojnë. Gjendja është alarmante. Rinia është në rrezik. Faktor të jashtëm dhe të brendshëm, arga të dreqit, janë duke punuar për mi degeneru, për mi shkatru rinin tonë. Në anën tjetër e shfrytëzojnë neglizhencën e organeve të shtetit dhe të institucioneve tjera, qoftë shoqërore, qoftë private, karshi studentave, nxënësave, rinisë në përgjithësi. Këto gjithsesi, nëse ja dojnë atë mire vatanit, do të me fut landën fetare me dukurini. Për pas punëve tjera, për pas përpjekjeve tjera, që do të ndërmarë Ministria e Arsimit, drejtorit komunale që janë për arsim. Do ndërmarë masa, me eduku rinin, me qortu rinin, me shtërngu rinin, me i bind rinin, se nuk ka logjik me shtërit dorën ndaj tjetrit. Me shtërngu ligjet edhe ndaj të miturve. Sepse ai është i mitur 18 vjet, pa nuk ka fëmijë 18 vjet. Në ligj shkruan që është i mitur. Pak në ja para 18 viteve. Në ja. Pa 18 ai është i mitur, apo? Tamam. Ama ai përdrëshnjëllok disa dush. Ai përdrëshnjëllok le flajt. Flajt le. Po i 30 vjet 40. Po. Andaj të mishtërmu liqet. Allahu në drejtovë se zgjatë në bëne halal. Kemi telefonat? Atëherë, nëse kemi telefonat, për inkuadrojmë. Selam aleikum. A dëgjojmë telefonata? Që duket ka ikur telefonata, ne po lexojmë një mesazh ku thotë selam aleikum nga Shkupi. Thotë s'po mundu me marr linjen telefonike, kështu që po dërgoj SMS. Imami është duke falur namazin farz të iqindis, kurse një xhamatli i ka mbetur dreka pa falur. Ai xhamatliu lidhet në namaz, por me niyet me fal drekën kaza. A lejohet të veprojnë kështu në këtë rast xhamatliu? Selam aleikum. Sipas Hanefive nuk lejohet. Por përderisa e kanë lejuar disa ulema të tjerë dhe shumë e kanë lejuar, nuk prish po nuk kanë me përsërit. Në mëdhëbën Hanefi nuk lejohet. Nga se në namaz dhe të pas njetin e njëjtë. Namaz në pas njetin e njëjtë. Nuk mundesh të më lidh për drejk e imami dhe xhamati të fali qindin. Apo të kundërta nuk mundesh. Por, andaj më mirë është me prit, ose nëse nxan xhamatin, namazën ki frikë që për t'i ka namazën me xhamat, fali qindin me xhamat.
falë që ndinë në xhamat. Po t'jap selam imami, ty t'ka ik dreka, apo? Qohësh, edhe fal dreken, 4 rekat. E pas ta e fal edhe një reqenin 4 rekat. Herën e parë, e fali që ndinë shkak se vapet me xhamat. Se është shumë se vapi ma. Herën e dytë, e fali që ndinë shkak e renditjes e namazeve. Sepse renditja është obligim. Nëse nderin 5 namazë. Me rendit. Jo me do me qitë për para të këtë për mas. Me rendit. Që ka rendit Allah. Së në fali akshamin, pa fali qindin, së në fali jatsin, pa fali akshamin. Me rendit. Vazhdojmë tutje, kemi telefonat. Selamu alaikum. Selamu alaikum. Esselamu alaikum, Aleikum selam. jam një motër muslimane nga Gjermania. Po, Deshta me vetë hoxhin, nona baba më kanë vdek, a muj me prej kurban për ta. kurban për nonën dhe babën. Nuk e kanë lanë me gojë që me në angazhu me prej një kurban, po unë kam qef me bo. Tamam. Edhe pyetja dytë është, na jena këto nuk jena që shumë kohë, jena me një kohë shkurtë që një 4 vjetë, edhe nuk parrimi të bu pare për shembull me marru një shtëpi o me bli një banesë o diçka, edhe kështu me kredia jena larg tyne, nuk marrim kur diçka me komod, veç shka punojmë vetë me njerëzën tonë, më punoj me gjithë burë, edhe djali është në zanat, mirë po nuk po arrina me të buat shumë të pareve. A shka, s'po di që më thonë, a ka dikon diçka që na për shembull komeni, që kanë thonë në është një farë, është kështu e fejes, që nuk jep komod, veç për shembull me kry punën, për shembull me marrë, me marrë një shpion, me bo diçka, se na komotën nuk e dojmë. Në rregull, do të merrni pas pak përgjigjet. Ju falenderoj që bëhet pjesë e këtij emisioni. Një herë ishte telefonata fundit për sonte. Sa përket cërkuthajet e kja. Jashtë, pra diaspor, kurban për nonë dhe bab, po që s'ka nona amanet ata me prej kurban. Ne, përmë, këtë të pyetja parë, pa kja tha prej për vetja veç për ta. Vetëm pyetje për ta, dhe më thonë që s'ka ndonë me amanet, po ka qef kja. Se nga në amanet, nuk e ki bërë që nga prej, edhe kurbanin për të vdekur, nëse kalon testament, e ja prejnë me pare ti, e pare tua. Sepse të sfën malin testament mu, më pëtalo amanet, testament, i thëjnë amanet, që fjalla testament përësi, më prej mu kurban, a mu pare të tua, jo type. Lemi edhe pare të prej. Pra nëse nuk i len pare, se ki obligim, nëse i len po. Ndërsa, nëse do me prej thjesht, veç për që kurban për ta, po, ka për lema që kanë lejuar, por nuk janë shumë. Nuk janë shumë. Nuk janë shumë sepse pejgamberi alayhi salatu wassalam ai ka dek Hatitja gruaja vet që ka dasht atë shumë, po ai ka dek fëmijët e vet 6 para se me deke, veç Fatimja i me gjallë, ke gjallë, e la gjallë mas veti. A i ka dek migja e vetë Hamza, që atë shumë e ka dasht, por nuk është transmitu, nuk është përmend në për libra se ka therë kurban për këta enkas apo për ndonjërin për tyre. Tamam?
Çështja e tretë, pra kjo është e dyta, e para, kurbanin që e lëjnë testament, edhe i lëjnë parët. E dyta, nuk e lëjnë testament, nuk e lëjnë emanet, por të dënë një prej vetë prindërve. Thash, një pjesë e lemave e kanë lejuar me njetë të sadakas, por shumë nuk e kanë leju, dhe nuk kanë leju sepse pejgamberi nuk e ka praktiku vetë, e as shokët e tij Abu Bekri, Omer, Osman, Ali dhe të tjerë, radiallahu anhum. Lloji i tretë, nëse e pren kurbanin për vete dhe familjet tone, por i fut në njet edhe prindrit e tu. Këtë e ka praktiku vetë pejgamberi alayhi salatu wassalam, kur ka thirrë kurban ka thonë Allahumme anni wa an ali Muhammed, për vetveten tem dhe për familjen tem. Për familjen tem tash mund të futet të gjallë dhe të vdekurit. Mund të futen. Kështu që edhe nene kur të prem kurbanin, bërë me thonë në Zot për mu, familjen tem, për dhe për prindin e mi. Ani. Nërsa ju e në kasë për prindin e tu. Kjo është me e mira, Allahu alem. E dyta që ke? Thotë që 4 vite jena në diasporë, nuk po mundemi të bu partë për shtëpi, kena një që ka një bankë islame kishte fjalën. Po për bankë islame. Nuk e di tash se në vend jetë në Gjermani më duket ka, po në Gjermani kam dëgjuar edhe unë, nuk e di, që ka bankë islame. E tani çfarë kushte kanë ata atje nuk e di. Por më rëndësia i mëtër, fundja më rëndësi i dare keni, halal keni, menirë se keni, në sakak nuk keni, e të edin në tjenë Evropë, se këtë Evropa jetojnë për 95% ty një jetojnë për të më qera. Po kur laf se bojnë atë punë? Kur laf se bojnë, veç na shqiptar të bojnë laf. Na, sa në parë që bëjmë laf, të bëjnë një shpi, të bëjnë një banesë. Dhe kur të bëjnë shpi, nuk e bëjnë shpin për nevojat veta, po bëjnë një shpi për këtë mahallën. Për këtë mahallën, për 100 rëpë, anë të zërin 2 rëpë, 3, 4, 5, edhe atë në vetë 2-3 javë ditë, e pas të aja shpia të shtin të alamet pare që ka mbledh vete, nane, fëmije, babë, këtë që ka mbledh, komplet i hargjan, edhe që bëni zboni kurqë. Sens. Që shto është mentalitetit e na. Andaj, rëbë të mire në ta të cilët, edhërojnë Zotin, mundojnë në kërësi paret, po, sa hi ma mirën pas një banistan i shpi, por e që Zotit ka ta ka dalë. Po që se ka mundësi, me marrë dikun me marrë në bank, pa kredit, pa komat, fjallë pa komat, se banka islame, elhamdulillah, s'ka mundësi, qa me bo, ndar nga dalë, e letën Allah. Hoxhë, me bankën për mbyllë misat emisionin, faleminderit shumë. Të nderuar shikues, kaq do takohemi sigurisht javën tjetër deri atë më mbeç.